sot kam pas gjyqin, të gjithë ata që ishin të arrestuar janë 8 persona, edhe gjyqja është shqyrtuar me dyert të mbyllura. Avokati na dha një informacion që janë liruar me kusht detyrim paraqitjet edhe mos shkojnë më te toka e tyre. Por nuk e di se sa është e drejtë kjo punë, sepse toka është e jona, ti më na lën mu me shku në tokë teme, nuk është e drejtë. Na nuk do të shkojmë me fjetë shpellë. Shpella i tokën shpellarit. Na kena shtëpinë tonë e familjen tonë aty. Na kërkojmë drejtësi, sepse kjo është tepër e pa drejtë. Tash sot gjithë Shqipënia peshe që fshatit Bakserrjoll po i vehet koma, edhe nuk po gjinet zgjidhje. Po, janë 8 që janë liru sot, që janë liru me kusht që mos shkojnë më aty, edhe 2 herën e kalume, do me thonë janë 10 vetë. Na do të bana 10 herë më shumë. Edhe pse ata i kanë alua, protestat do vazhdojnë, edhe s'do të na lojnë kurrë. Deri në pikën e fundit. Sepse aty është prona që ne na kanë lënë partë tonë. Do vinë nga emigrimi, nga ana anës që po na mbështesin. Faleminderit për tyne. Grupit parlamentar atje që zgardhin tërp të kenë, ai kryetar parlamentar që ka përshtuar Agranshehun. Ai më shpjetet me zemër e me optimist që ka kjoft të bafti 100 vjeç. Tërp të kanë shkojnë në shtëpi ai kryetari parlamentar që ka përshtuar këtë. Po çfarë më përshtua? Sepse ato një rrugën ligjore, na me tokat tona, na me shpirtin e me zemrën tonë, këtu do lam kryet aty do lam. I lumt atina Agranshehut. Kjoft një gjatë bafti 100 vjeç. Ai kryetar parlamentar më së pas ditën e gjatë. Që i ka përshtuar. Më së pas ditën e gjatë. Ju faleminderit. Unë do të isha dakord që ata që sot do të lirohet mos ishin hiç këto. Për arsye se edhe ardha e këtyre këtu ka qenë e paligjshme. E kam theksuar edhe një intervistë tjetër që atje nuk është protest. Atje është rezistencë që bëjnë banorët për të mbrojtur pronat e tyre, historinë e tyre dhe të ardhmen e tyre. Këtu jemi në protest. Këtu përballë policisë po protestojmë për një padrejtësi që është bë. Ndërsa atje banorët janë duke rezistuar me mbrojtje të ardhmen e tyre, jetën e tyre, tokat e tyre, pronat e tyre që i kanë mbrojtur gjithë jetën historikisht. Bile atje është një zonë kufitare, ka qenë edhe përpara, se kufizohemi me detin, edhe çdo rrezik historikisht është përballuar nga këta banorë. Atje kanë qenë brezat e mbrojtjes me bunker që të parë sa herë është rrezikuar me janije, me luftanie, me tjetër që ka ardhur që është afru territorit shqiptar nga deti, i këta banorë kanë dalë nga dishmëritë dhe kanë qenë ditë natë për ta mbrojtur atë territor. Tani lind problemi që këta banorë ditë për ditë, me nga 10, me nga 15, me nga 25 komunikatë të policisë, na i sjellin këtu në komisariat. Kemi shumë njerëz si ky, tjetri, ata që luajnë sot, që pothuajse shumicën e kohës, tash 30 sa ditë e kanë bënë në komisariat policisë. Çka është e paligjshme, Është kollaj që një banor ta marrë ta sjellë kështu, por e vërteta është me këto banorë. Unë ju pyes ju gazetarëve, nëse dikush ju kërcënon familjen, pronën në shtëpinë e çuni protest, e kam thënë herë tjetër, jo. Ju do të regjistoni për ta mbrojtur atë. Është kufiri i fundit që një banor, një familjar mund t'i lejohet që të protestojë e të regjistrohej fuqishëm derisa t'i dalë zot. Vendimi është krejtësisht absurd. Të hyjnë aty në atë territor njerëz nga gjithë Shqipëria që punojnë me lloj makinerish, njerëz që nuk i dihet se cilët janë, njerëz ndoshta të pasiguruar, po edhe kompani private, edhe të mos jenë banorët e fshatit, mos kenë mundësi me hyrë brenda, qoftë pasisht, kjo është krejtësisht absurde. Ata banorë kanë rrugën që kalon nëpërmes kantierit, një rrugë historikisht që ka lidh Shëngjinin, Lezhën me Velipojën gjithë zonën këtej. Të mirat e të këqijat këta nëpërmjet asaj rrugë, ajo rruga që është bërë sipër, ajo është rrugë që është inauguruar par vjet. Dhe aty s'ke mundur të kalosh në asnjë lloj mjeti, jo më me kry nevojat e tyre. Sot për sot pra edhe rruga i kanë bërë thirrje dhe Inspektorati Mbrojtjes Territorit, i bëj thirrje dhe Njësisë Vendore Velipoj,
Të vijë aty, do thot banorët, kaloj parë e njësisë administrative aty, edhe banorët mbrapa, të kalojnë nga rruga, do kalojnë nga shtëpia e këtij, do shkojnë tek shtëpia e tjetrit. Jo gjithë territorin e ka prona. E ka ai që e ka bë me letra. Këtu po flasim që atje po shuhet një histori. Po shuhet një histori, duhet ta kuptoni. Ju keni mjetët sot që mund të çoni me dron, edhe mund dilni sipër atje maj malit, ku të shikoni shtëpiat ku kanë jetuar partë e tyre. Janë akoma sot në kamp. Ku edhe kulla shekullore, ku këto kanë jetuar prej shekush. Pastaj me kalimin e kohës dhe rrezikët kanë përballuar duke mbrojtur ato territore. Ju e dini shumë mirë, kur është shpall pavarësia në 1912, Shkodra ka qenë e pushtuar. Shkodra ka qenë e pushtuar. Janë pikërisht ta njerëz që kanë regjistruar që kufiri nga Malizit Boskalot e diku, ndoshta në Laç, në Lezhë apo diku tjetër. Hajde atë që na hoqin fuqitë e mëdha, histori tjetër. Por ama këta njerëz, partë e tyre e kanë mbrojtur këtë territor. Shumë nga këto kanë ra dëshmor, do nga partë e tyre kanë ra dëshmor. Janë në listat e dëshmorëve të atdheut që kanë ra edhe gjatë luftës së parë. Tani, ata që dinë ti mbledhin faktet e gjithë këtyre ditëve, siç jemi ne që kemi qenë prezent aty, Agron Sheh paraqiti foton e një djali që kam qenë prezent aty se kisha 2 metër kur godit nga punojësi i sigurisë. Po ditën më pas, jati ti thyll kamën dhe goditën e Gjakos, se besoj e keni pa gjitha mediat. Edhe ai përsëri përfundoi këtu në burg. Dhe Agron Sheh nga një shqetësim përjashtohet. Ky është një turp. Nuk e di çfarë njoftërie kanë ato deputet, si burra, si gra apo vajza, e djem, nuk e di çfarë njoftërie kanë, por ky është një turp. Ata kur shohin një skenë të tillë, duhet çohen të gjithë në gamë dhe të mbrojnë Agron Shehin. Jo ta nxjerrin nga parlamenti Agron. Sot të banorë dhe të tjerë që rrezikohet prona janë para parlamentit shqiptar. Besoj që atje do jena shumë tjerë nga gjithë Shqipëria që u bashkohen këtyre banorë për të regjistruar. Unë besoj që do të jetë një nismë mbarkombëtare, që ju intereson edhe ju gazetarëve. Të gjithë ju njoh zotëri që kanë përballë, s'po ja them emrin tani, që vjen nga një zonë që është perl e Lekbibajve. Edhe ajo mund t'i rrëmbehet nesër. Ja, ky gazetari që më filmon mua tani, mund t'i rrëmbehet nesër nga firma fantazme që dihet nga vinë. Po edhe ky se ka me dokumenta tokën atje. Kanë idu prej shekush. Shumica shqiptarë me veri nuk i kanë me dokumenta. A është vështirë pa dokumenta? Dokumenta bojnë vetëm zyrtarët, të cilët kanë dorë sot ligjit e shtetit dhe janë bashkëpunim edhe me gjyqtarët që ju bëjnë presion. Si ka mundësi një fshat, po ti mbledhish në ditë burgu, t'ja mbledhish ty në sa kanë qenë këtu, ka njëri që ka qenë 10, 12, 15, po t'ja mbledhish në ditë burgu, këtyre këtu, janë mbi 300 ditë burgu. Në një fshat që po mbron trojet e të parëve të vetë. Zotëria ka gjithë të drejtën me ardhë edhe me u thanë tyne, unë jam filani, me njëtja apo jo, basi dhe në njëri thot, po të njof, ke kojshi zot një, se ne njojmë gjithë, shu kanë qenë, në të majtë kam filani, në djatë kam e kështë, pra, do më thana shkët që ishte thjesht, edhe nga në këshu njerëzore, që me u marrë vesh cila është e vërteta, se ma në njërë institucionale, me dokumenta, me gjëra, merë vesh shkët që ishte e vërteta. Si që dini vetë, në e në trashëgimitarë dëmë babadem atë, gjyshi, stërgjyshi, baba më ka leja atje, na kena shku për çdo vjet, i na kena atje. Zdi se sa bëhet me ne, ku ka me marrë vesh populli shqiptar, se na e na vena li aty. Pash besën e Zotit, merr një vesh, e na bini mrapa, se për si të bëhet janë të ushtruar kriminala në Shqipëri. Pash besën e Zotit, mas na leni, me na lën kalamet vetëm. Gjatë jetës kam gjë me thonë, i baj thirrje kush ka oreks, më marr me popullin shqiptar, të merr me popullin e rrjedhut, se ka ardita për si të bëhet mos zurot. Falënderoj shumë për jush.